Kanë filluar konsultimet publike për reformën territoriale, ku i ka ekspertët, rithemelimi, folkloria, apo si e ka emrin, sepse ka marrë dhe gjas me frenat e opozitës në dorë. Të bëjnë retorika boshe. Nga 61 bashki, do bëjmë 100 bashki. Pse nuk dalin ta me platformë të qartë dhe të thonë, Shqipëria ka nevojë për 40-50 bashki, por edhe për 100-130 mini bashki, ku kryetari mini bashkisë të zgjidhet nga populli. Të bashkohen disa njësi administrative, në 2, në 3, dhe të krijohet mini bashkia. Kjo do të krijonte një pushtet të pavarur dhe të ndërvarur nga njëri tjetri. Pse nuk dele ashtu quajtura opozit, për një ligj decentralizues, madje dhe me andamente konkrete. Se çfarë kompetencash të ketë mini bashkia, çfarë kompetencash të ketë bashkia, dhe të mos i lejë hapësirë pushtetit qendror që me njërin dorë i jep dhe me tjetrën i merr. Unë do marr rastin konkret, ku i sjellsi i Librazhdit iku në Elbasan dhe u sjellsi Prejansit në Pogradec. Askush nuk u ngrit, askush nuk foli. Pse në 2014 nuk u fol për identitetin, për kulturën, por sot po na dalin me disa teza që me të vërtet nuk dinë se si i mbrojnë. Shkojnë në për këto dëgjesa disa persona që flasin qyfra, njerëz të paaft, njerëz të palexuar, njerëz që kanë arritur deri aty duke u lëpirë. Prandaj edhe një herë, mos flini ju ekspert, po dilni, thoni të vërtetën, i lini retorikat politike, kam bindjen se ata janë marrë vesh dhe reforma territoriale do eci në atë ka që ata e dinë, por pse i hedhin hi syve popullit? Apo thjesht se duhet bërë kjo amalgam politike?